Partia Demokratike vendosi të tërhiqte të gjitha firmat për të gjithë kandidatët, sepse pa që edhe kandidati tjetër që po vete kishte firmosur, po merrte votat mbështetjen e socialistëve për të zgjedhur avokat populli dhe ashtu ndodhi me Endri Shabanin. Me thënë drejtën, jetojmë një situatë kaotike ku pushteti politik po përdor dhunë diktatoriale ndaj drejtave dhe lirive të njerëzit. Di që më kujtoj seanca e djeshme, gjyqjet e famshme të komunizmit, kur ne të përndjekurit politikë si kundërshtar të atij regjimi, ballafaqoheshim në sallë të gjyqit me akuza dhe shpifje të pavërteta dhe as pak me një dimension dhe me një seancë parlamentare kur deputeti ka qartësinë, ka moralin, është ligjvënësi të cilët du t'i japi një mesazh shoqërisë shqiptare se çfarë po bën në atë parlament, çfarë vendimesh po merr. Me sa kënaqësi e pret populli amerikan diskutimet e Kongresit, si e presim ne shqiptar diskutimin e parlamentit. Dhe dje çfarë pash në parlament? Çfarë pat? Pash një grup parlamentar i kryesuar nga Taulant Balla, që pa e vra ndërgjegja, pa e vra morali, jo si deputet flas, se si politikan as nuk du t'ja përmend emrin, dilte para gjithë kombit shqiptar dhe mashtronte, thote Besim Drejgjoni, nuk i plotëson kriteret për mu zgjedh avokat populli, se kriteri mosh. Është mosha 70 vjeç saj, dhe ndërkohë po akuzonte Partinë Demokratike se ju ka përdorur ju në këtë rast, ju ka mashtruar. Kjo s'ishte vërtet, dhe zotit Balla, për 5 minuta gazetarët i ban pyetje dhe përgjigjja e tyre ishte unë bëj politik, kur i thanë se kriteri ligjor për avokat populli nuk përcakton mosh. Tjetër, pash forcën e një partie diktatoriale, që këtu do bëhet në parlament si kur themi ne, si kur vendosim ne, dhe as pak me një demokraci ku qfaqet mendimi ndryshe, ku merren gjithë alternativat dhe ligjvënësi mendohet mirë për një vendim që do marri. Ai një parti që me urdhër, me komand, mblidhet për 5 minuta, merr një vendim mbas të urdhrit kryetarit të partisë, edhe me këta e quajë seancën parlamentare të mbyllur edhe të suksesshme përpara kombit shqiptar. Pash një opozit komplet negative. Një opozit që kur se kam menduar nga viti 90 dhe deri mram të shoh një opozit të paaft, të paqëndrueshëm. Një opozit që nuk e bllokonte parlamentin. Dje Partia Demokratike duhet bllokonte parlamentin. Dhe ti tregonte shqiptarve, ti tregonte trupit diplomatik. Ne Partia Demokratike e Shqipërisë kemi 4 vjet që kemi një kandidat vetëm. Dhe ky është Besim Drejgjoni, përfaqësuesi i antikomunizmit shqiptar. Një pinjolli, një familje që i ka provu gjithë krimet e komunizmit me pushkatime, me burgime, me shmendi në Tusi, me mbytje pjesëtarësh familjes në Tusi. Dhe kjo parti që ja ka kry këto krime, këti personaliteti që është sot kandidat, sot kjo kërkon mos ta votoj dhe mos t'japi të drejtën për atë sistem që u vran pjesëtarët e familjes time që Shqipëria t'ishte një vend demokratik. Zotin Drejgjoni, a keni kërkuar sqarime? Pse shkoi kjo situatë deri këtu? Zoti Berisha ka deklaruar shpesh publikisht që ne mbështesim Besim Drejgjonin, pastaj Besim Drejgjonin dhe Adriana Kalan. Megjithatë, firmat u dhan për të gjithë kandidatët. Aq sa mblodhen, aq u depozituan, më pas u tërhoqën. Por, pse mendoni ju, a keni kërkuar edhe një shpjegim, qoftë edhe një komunikim me zotin Berisha, apo jo qoftë edhe një shkëmbim mesazhesh me të? Të them të drejtën, e kam tepër të vështirë si malsor, si antikomunist, si konservator, si qytetar i këtij kombi.